Në videon e kaluar, folëm për sekretet e arkës së aleancës, ose ndryshe arkës së beslidhjes. Në këtë video, do flasim lidhur me objekte të tjera që kanë ngjashmëri me arkën, si dhe profecitë e ndryshme që ekzistojnë për shfaqjen e saj. Por fillimisht si gjithmonë, ju kujtoj që videot në këtë kanal nuk kanë qëllim të ndikojnë në mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga ai që na jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Një hulumtim nga Muzeu Britanik, i kataloguar por që nuk është publikuar kurrë, konfirmon se të paktën 12 qytetërime të izoluara përshkruajnë objekte të ngjashme me arkën, objekte të afta të shkëlqenin, të vrisnin me kontakt dhe bile, të rrëzonin mure me rreze zjarri. A është kjo vetëm një rastësi apo dëshmi e një teknologjie që dikush dëshiron ta mbajë të fshehur? Qytetërime krejtësisht të palidhura në kontinente të ndryshme zhvilluan tradita që përfshinin gur të shenjtë me veti të ngjashme elektromagnetike. Guri i Scone, i ruajtur për shekuj me radhë në Skoci dhe tani në abacinë e Westminsterit, shfaq karakteristika fizike që i kanë hutuar studiuesit, të cilët e kanë shqyrtuar atë në mënyrë konfidenciale. Sipas analizave të kryera nga Universiteti i Edimburgut në vitin 1996, guri përmban minerale piezoelektrike dhe tregon shenja të ekspozimit afatgjatë ndaj fushave intensive elektromagnetike. Traditat kelte të ruajtura në dorëshkrimet irlandeze e përshkruajnë si atë që këndon kur prek mbretin, e vërtet dhe e bën tokën të dridhet kur zgjohet. Imazhe që përputhen me aftësitë elektromagnetike të analizuara për arkën. Edhe më çuditërisht, dimensionet e gurit të Scone janë proporcionalisht identike me ato të arkës, pasi të korrigjohen për ndryshimin në materiale, sikur të ishin projektuar sipas të njëjtave parime teknike. Në botën arabe, guri i zi i Mekës është nderuar për mijëra vjeçare për cilësitë e tij. Traditat islame e përshkruajnë atë si zjarr qiellor të kristalizuar dhe fragment që bashkon qiellin dhe tokën. Dr. Robert Murray, specialist i studimeve islame, ka dokumentuar se traditat para-islamike e kujtojnë atë si një objekt që shkëlqente natën dhe shkaktonte vizione tek ata që e preknin gjatë riteve të papërshtatshme. Analizat spektrografike të kryera në mënyrë diskrete nga studiuesit saudit kanë zbuluar se guri i zi përmban element që nuk janë të pranishëm natyrshëm në gadishullin arabik, me përbërës mineral tipik të meteoritëve, por të organizuar në struktura kristalore që sugjerojnë përpunim artificial. Në traditat hindu, shivalingat më të vjetra të ruajtura në tempuj si Somnath dhe Kedarnath tregojnë veti elektromagnetike të dokumentuara. Sipas hulumtimit nga Dr. Pavin Mohan, studiuesi teknologjive të lashta indiane, këto objekte gjenerojnë fusha magnetike të matëshme dhe ndërhyjnë në instrumentet moderne elektronik nëse ju afrohen atyre. Tekstet sanskrite të Mahabharatas i përcaktojnë ato si gur që përmbajnë zjarrin e perëndive, dhe ato përfshin udhëzimet të sakta për aktivizimin e tyre përmes mantrave, frekuencave specifike të zërit dhe aplikimit të materialeve përçuese. Por, lidhja më interesante gjendet në traditat amerikane parakolumbiane. Olmekët, majat dhe aztekët ruajtën tregime për pasqyra prej obsidiani me fuqi mbinatyrore, me karakteristika identike, duke lëshuar dritë në errësirë, me aftësinë për të shkaktuar vizione dhe efekte vdekjeprurëse për ata që i kanë përdorur gabimisht. Dr. Jose Agueles, studiuesi kulturave mezoamerikane, tregoi se këto pasqyra të shenjta u ndërtuan duke ndjekur specifikime të rrepta matematikore, me përmasa që korespondojnë me frekuenca të caktuara elektromagnetike. Kodet Maya që kanë mbijetuar ruajnë diagrame të objekteve të tilla, që riprodhojnë konfigurime identike me ato të arkës, sipërfaqe përçuese të ndara nga materiale izoluese, me raporte të afta për të krijuar, rezonancë elektromagnetike. Është e besueshme
që shumë kultura të lashta kanë marrë njohuri të ngjashme teknologjike nga i njëjti burim. Hetimet e Dr. Graham Hancock mbi kulturat e njohurive globale sugjerojnë ekzistencën e një qytetërimi teknikisht të përparuar, i cili transmetoi informacione specifike te popull të zgjedhur anë mban botës para se të zhdukej për arsye të panjohura. Kjo hipotezë do të shpjegonte pse hasim përshkrime teknikisht të ngjashme të objekteve elektromagnetike në tekste babilonase, egjiptiane, vedike, kelte dhe mezoamerikane. Tradita të lindura të panvarura, por të strukturuara mbi parime të njëjta, dhe këtu gjurmët bëhen më shqetësuese. Të gjitha këto objekte duket se janë projektuar për të bashkëvepruar me njëra tjetrën. Sipas llogaritjeve të Dr. Maurice Cotterell, e përmendëm dhe në videon e shkuar këtë, nëse objektet me specifikimet e arkës, gurët skon, gurët e zi dhe shivalingat kryesore aktivizoheshin në të njëjtën kohë, kjo do të gjeneronte një rrjet global elektromagnetik të aftë për të ndikuar në modelet klimatike, fushat magnetike të tokës dhe ndoshta edhe në ionosferë. Një rrjet komunikimi dhe kontrolli planetar bazuar në një teknologji që sapo kemi filluar ta kuptojmë tani. Traditat tregojnë se ky rrjet ishte funksional në atë kohë që tekstet e lashta e quajnë epoka e artë ose koha e perëndive. Por është çaktivizuar qëllimisht para një kataklizmi global. Lind pyetja, po sikur arka të mos ishte thjesht një objekt i shenjtë, i izoluar, por pjesë e një sistemi teknologjik planetar shumë të madh? Kjo mund të jetë arsyeja pse asnjë ekspedit arkeologjike zyrtare nuk mbështetet nga universitetet prestigjioze apo qeveri perëndimore për të kërkuar më shumë për zbulimin e vendodhjes së arkës dhe mundësinë e bashkëveprimit të këtyre objekteve. U krijua një komplot heshjeje që fillon nga Vatikani deri te institucionet kryesore arkeologjike. Në videon e kaluar ju tregova disa raste konkrete të pengesave dhe ndalimeve që u janë bërë studiuesve kur objektiv i punës së tyre ka qenë Arka e Aleancës, vendodhja e saj. Në mënyrë të vazhdueshme, tekstet më të lashta profetike të judaizmit përmbajnë njoftime specifike në lidhje me kohën kur Arka e Beslidhjes do të rishfaqet publikisht. Sipas këtyre profesive, shfaqja e saj do shënoj fillimin e epokës mesianike dhe fundin e kohës së fshehjes hyjnore. Por, nëse i lexojmë këto njoftime me njohuri teknike që folëm dhe në videon e kaluar rreth aftësive të vërteta të arkës, dalin në pa modele që tregojnë se po jetojmë pikërisht në sezonin e parathënë për kthimin e saj. Libri i dytë i Makabejve, 2:7-8, thot se arka do të mbetet e fshehur, derisa Perëndia të mbledh përsëri popullin e tij dhe të tregohet mirëdashës. Atëherë Zoti do t'i manifestojë këto gjëra dhe lavdia e tij do të shfaqet ashtu siç ishte mbi Mojsiun. Ky parashikim përmban element që mund të interpretohen teknikisht. Mbledhja e popullit përkon me lindjen e Izraelit në vitin 1948 dhe lavdia e Zotit, e cila do të shfaqet si te Mojsiu, i referohet manifestimeve elektromagnetike të diskutuara në videon e kaluar. Sipas llogaritjeve rabinike të ruajtura në testet kabaliste, periudha e fshehjes së arkës do të zgjaste saktësisht 2520 vjet nga shkatërimi i tempullit të parë. Duke zbatuar këtë kronologji të vitit 586 para erës sonë, pushtimi i Babilonas na çon në vitin 1934 të erës sonë, rastësisht pikërisht në dekadat kur filluan hulumtimet e para sistematike. Në shkrimet e shenjta të Qumranit shfaqen profeci të tjera. Dokumenti i njohur si Lufta e bijve të dritës kundër bijve të errësirës përshkruan në detaje ngjarjet që i paraprin kthimit të arkës. Sipas këtij teksti, arka do të rishfaqet kur kombet të bashkohen kundër popullit të zgjedhur dhe sekretet e qiellit do të zbulohen bijve të dritës. Do shkrimi flet qartë për një epokë kur
Njohurit e të lashtëve do të rizbulohen dhe instrumentet e shenjta do të kuptohen nga mendjet të përgatitura. Ne po jetojmë pikërisht në këtë kohë të rizbulimit të dorëshkrimeve të lashta Qumran dhe Nag Hammadi, zhvillimi i teknologjive që na lejojnë të kuptojmë specifiket teknike të arkës dhe tensionet gjeopolitike të përqendruara në lindjen e mesme. Njoftimet më shqetësuese mund të gjenden në tekstet e lashta të Kristera, të përjashtuara nga kanoni, siç është Apokalipsi i Pjetrit, një nga dokumentet gnostike të Nag Hammadit. Ai përshkruan një kohë kur arka do të zbulohet nga vendi i saj dhe fuqia e saj do të manifestohet para të gjitha kombeve, si një shenjë e fundit të kohrave. Ky tekst pohon se kthimi i arkës do të përkojë me shenja të mëdha në qiell dhe me shqetësime në fushat magnetike të tokës. Këto përshkrime korespondojnë saktësisht me anomalitë elektromagnetike të dokumentuara nga shkencëtarët në dekadat e fundit. Ndryshimet në fushën gjeomagnetike, turbulencat në ionosferë dhe anomalitë globale që përjetojmë sot mund të lidhen me reaktivizimin e një teknologjie të lashtë. Por ndoshta, njoftimi më i saktë gjendet në tekstet rabinike të Talmudit Babilonës. Sipas traktatit Yoma 21b, arka do të rishfaqet kur të përmbushen 5 kushte. Mbledhja e popullit hebrej në tokën e tyre, e realizuar në vitin 1948. Kontrolli hebre i Jeruzalemit i arritur në vitin 1967. Zbulimi i dorëshkrimeve të humbura u krye me Qumranin. Zhvillimi i njohurive të nevojshme për të kuptuar instrumentet e shenjta i arritur praktikisht me teknologjinë moderne dhe një krizë globale që kërkon ndërhyrjen hyjnore, të cilën pak a shumë po jetojmë tani. 4 nga këto 5 kushte janë realizuar pikërisht siç është profetizuar. Traditat ezoterike hebraike pohojnë gjithashtu se kthimi i arkës do të shoqërohet nga rindërtimi i tempullit të tretë. Organizata të tilla si ajo Temple Instituti i Jeruzalemit, tashmë, kanë përfunduar të gjitha përgatitjet teknike për këtë rindërtim, përfshirë prodhimin e orendive të shenjta sipas specifikimeve biblike. Thjesht po presin momentin e duhur dhe sipas deklaratave të tyre publike, vendodhjen përfundimtare të arkës. Megjithatë, profecitë paralajmërojnë se rishfaqja nuk do të jetë një ngjarje ekskluzivisht pozitive. Sipas shkrimeve të vjetra, do shënoj fillimin e një shtrëngimi të madh në të cilin kombet do të konkurrojnë për pushtetin e saj, sikur arka ishte një bekim dhe prova e fundit për njerëzimin. Arka ishte një dhuratë dhe provë e një instrumenti që mund të ngrinte vetëdijen njerëzore dhe ofronte qasje në energji më të larta, por kërkonte edhe disiplinë shpirtërore dhe aftësi teknike për ta përdorur në mënyrë të sigurt. Ja pse vetëm priftërinë të trajnuar mund ta trajtonin atë, sepse kërkonte protokolle të sakta pastrimi dhe sepse përdorimi i papërshtatshëm çonte në vdekje të menjëhershme. Jo hakmarrje hyjnore, por siguri elektromagnetike. Por këtu e vërteta bëhet më e thellë. Nëse kjo teknologji do të afrojë për të nxitur zhvillimin njerëzor, pse u fsheh atëherë nga institucionet fetare? Përgjigjja qëndron në natyrën e pushtetit. Institucionet e kuptuan se qasja e drejt për drejt në teknologjinë elektromagnetike do të eliminonte nevojën për ndërmjetësa shpirtëror. Nëse dikush mund të shfrytëzonte fuqinë hyjnore nëpërmjet kuptimit teknik, kontrolli institucional do të bëjë i tepërt. Kjo është arsyeja pse tekstet që përshkruanin aspekte teknike të arkës u censuruan. Kjo është arsyeja pse procedurat operative ishin të fragmentuara. Kjo është arsyeja pse kërkimi për arkën u pengua sistematikisht për shekuj me radhë. Jo sepse ishte njohuri shumë e shenjtë për të ndarë, jo, por pse ishte shumë çliruese për të kontrolluar. Ky zbulim shpjegon gjithashtu konvergjencën aktuale të ngjarjeve, rizbulimin e dorëshkrimeve të lashta
zhvillimin e teknologjive që na lejojnë të kuptojmë specifikat e arkës dhe shfaqja e njëkohshme e krizave globale që mund të kërkojnë qasje në burime të reja energjie. Është sikur njerëzimi po përgatitet gradualisht për kthimin e njohurive të fshehura, kur nuk ishim gati të përdorim ato me përgjegjësi më parë. Profecitë për kthimin e arkës nuk përshkruajnë vetëm një fakt fetar. Ato trajtojnë një kërcim evolucionar në të cilin njerëzimi rihyn në teknologji të afta përballë krizave të energjisë, mjedisit dhe vetëdijes së kohës sonë. Por ky akses sjell me vete përgjegjësi të mëdha. E njëjta teknologji që mund të ngrejë qytetërimin, mundet edhe ta shkatërrojë atë nëse keq përdoret. Tekstet gnostike Nag Hammadi na paralajmërojnë qartë. Sipas ungjillit të së vërtetës, kthimi i njohurisë së fshehur do të jetë gjithashtu shpëtim për ata që janë të përgatitur dhe është prova e fundit për speciet. Jemi shpirtërisht gati për një teknologji që mund të ndryshojë realitetin fizik? Kemi mençurinë për etike për të ushtruar një fuqi të aftë për të ndikuar në klimë, vetdije dhe materie? Kjo është pyetja e vërtetë që ngre misteri i arkës. Traditat ezoterike sugjerojnë se kthimi i arkës do të shënojë një moment për zgjedhjeje. Ata që kanë kultivuar vetdije të mjaftueshme do të përfitojnë prej saj, ndërsa ata që kërkojnë vetëm fuqi materiale do të shkatërrohen nga qëllimet e tyre. Si një teknologji e vetëdijshme që i përgjigjet cilësisë së vetëdijes së atyre që i afrohen asaj. Kjo nuk është fantastike shkencore. Është modeli që gjendet në të gjitha tekstet e lashta. Arka reagonte bazuar në qëllimet dhe përgatitjen shpirtërore. Për Mojsiun dhe për Iftrinë, ajo ishte një kanal komunikimi hyjnor dhe një forcë krijuese. Për Filistejt dhe për çdo që e prekte me mungesë respekti, ishte shkatërrim i menjëhershëm. Një teknologji me protokolle të integruara të dallimit shpirtëror. Nëse ky interpretim është i saktë, e theksoj, nëse ky interpretim që ne po bëjmë është i saktë, kthimi i arkës nuk do të jetë një zbulim i thjesht arkeologjik, por një provë planetare e pjekurisë së qytetërimit tonë. Do të përdorim njohuritë elektromagnetike për të krijuar bollëk, shërim dhe ngritje të vetëdijes, apo do ta shndrojmë në një mjet tjetër dominimi? Zgjedhja është e jona. Sipas ungjillit të Thomait që u gjet në Nag Hammadi, mbretëria është brenda jush dhe jashtë jush. Kur ta njohësh veten, atëherë do të njiheni dhe do të dini që jeni bij të vetë Zotit. Shkrimet e lashta të Qumran i përshkruajnë fëmijët e dritës si ata që kërkojnë njohuri, ndërsa të tjerët kërkojnë kënaqësi, si ata që rinë zgjuar kur të tjerët flen në ignorancë. Po e mbyll këtu edhe këtë video, duke ju kujtuar se videot në këtë kanal nuk kanë qëllim të ndikojnë në mendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na ofron sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Takohemi në videon e ardhshme.